Sektori i turizmit duhet të konsiderohet si një ndër drejtimet kryesore për punësimin e të rinjve. Shefja e Departamentit të Turizmit në Universitetin Luiç Gurakuqi, Arieta Troshani, thotë se megjithse ky sektor ka luhajtjet e tij, aftësimi profesional i të rinjve për shërbimin turistik ka hyrë në një rrugë të çndrueshme dhe kjo duhet të mbahet mirë në konsiderant nga bizneset. Turizmi normalisht që është një industri me shumë fluktuacione dhe fluktuacionet janë edhe gjatë vitit, është periudha pike sezonit, periudha jo pik, ashtu siç edhe fluktuacionet janë edhe ndërmjet viteve. Pra në vitet e fundit na pam flukse shumë të mëdha të numrave të mëdhenj të turistëve, ku luhatje pastaj në periudha ku edhe pati një rënje të numrit të turistëve. Dhe natyrisht duke pas kaq shumë fluktuacione, këto manifestohen edhe te burimet njerëzore dhe te punësimet që bizneset munden me realizu edhe pikërisht e mënyra se si të rit ju qasen këtyre bizneseve, të cilat sjellin edhe problematikat e tyre se nuk janë punësime të përhershme, po janë të përkohshme, për vetë karakteristikat që ka industria turistike. Interesimi i të rinjve të kualifikuar për industrinë turistike nuk mund vjet në dyshim, thekson Troshani, duke nënvizuar rëndësinë e investimit të vazhdueshëm në formimin profesional. Të rinjtë kanë me interes, na kena një shkollë profesionale fokusuar në turizëm, siç është shkolla Hamdi Bushati, dhe shohim që ato menjëherë edhe pas shkollës së mesme kërkojnë punësim të menjëhershëm në bizneset turistike. Prandaj na shpresojmë që edhe kjo diplomë, siç edhe kurrikulat tona të tjera, do t'i vinë në ndihmë një përgatitje më të mirë edhe përgatitjes edhe për ato çfarë pritet, cila do të jetë ardhmja e turizmit në Shqipëri, në veriun e Shqipërisë kryesisht. Kështu që kjo është përpjekja jonë, ti qasemi sa më shumë sfidave dhe ti përgjigjemi kërkesave të tregut punës me të gjitha mundësitë, ekspertizën akademike që ne kemi. Sipas përllogaritjeve të operatorëve turistikë në vendin tonë, në këtë sektor punojnë rreth 20.000 emigrantë të ardhur nga shtete të ndryshme të botës. Ky është një tregues mjaft domethënës për nevojën për personel shërbimi që ka industria turistike në vendin tonë, ndaj theksohet prioriteti i punësimit i të rinjve në këtë sektor.